kaq keq ka pazari këtu në Shkodër, më burr. Po kaq poshtë ka shku Partia Demokratike, po ka shumë mërë ju demokratët e mëdhej të Shkodrës, ju antikomunistët e mëdhej, ju shkodranët e mëdhej, ka shumë, ju në vletëso bufi sa ju ka sjell Luciano Fake Pavarotin këtu në kryet listës, po Luciano Pavarotin në Shkodra e ka një gjuhë në qeftas, ku atë të vërtetin, po Shkodra ka një gjuhë këngët, e ka tregu Barsaleta kur bufi i shkote mrapa studentëve për t'i pre flokët e gjata. Tash i sjell Luciano Fake Pavarotin këtu nga Elbasani, po ç'pun nga ai këtu? Do drejtoj Shkodrën, po s'ka, po kaq pa men, kaq pa tru, as me drejtu shtëpinë tuaj, ju mendon bufi juve, demokratëve të Shkodrës? Se e di që po më ndigjojnë, se i ndigjojnë gjitha. Po kaq tuhaf ju di, kaq qyryt ju di bufi ju, që s'keni do të një njeri t'ju drejtoj, po ju sjell Luciano Fake Pavarotin, që e fitoj Elbasanin para 4 vjetësh, doli si rroj qeth, e thoshte na i vodhi elektronika votat. Sa i s'është për elektronikën, a i është për arjet, nuk e do muzikën elektronike. Na i vodhi elektronika, thoshte. U rraf në Elbasan, doli rruaj qeth, mori Noc Rrogun, erdi në Shkodër bashkë me Nocin, po për qa erdi këtu? Dhe qa do bëj ky Luciano? Shkodrën madhështore. Shkodra madhështore me Luciano Fake Pavarotin nga Elbasani. Si bëhet kjo? Si bëhet kjo? Nuk e di. Unë shpresoj shumë që demokratët e Shkodrës minimumi me ditën e diel tjetrën, minimumi të rrinë në shtëpi një gjojnë Pavarotin e vërtet, muzikë, e mos shkojnë fare me votu. Minimumi për mos me jarë nesër turp nga vetja, se nesër këtë pasaportën europiane do t'ja japim ne dhe fëmijëve të tyre, siç po ju japim Shkodrën, ne mrapsh, Shkodrën që ja u mori bufi, Shkodrën që mbeti e fundit për turp, dhe që një herë i besun këti budallës këtu, bashkë me Benetin, që e thashun nga të paktat fare mbetje të riciklushme të Partisë Demokratike, se ata janë mbetje që nuk riciklohen. Beneti edhe ja ku jemi sot. Është një qytet tjetër në energji, në optimizëm, në besim. Ku bote vaki këtu, të vishe këtu për të bë miting në Shkodër, duhet kaloshe edhe nga 2 anët, ca njerëz të errët me 2 gishta, komunist, nona ime shkreta ndjes pas të ditë qka heq në atë rrugë atje. Libri shpis, berav, komuniste. Sot vim miting nga Bulevardi i Luleve.